Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut konfirmon se gjendja e pacientëve të prekur nga zjarri në Koçan pak ditë më parë është e qëndrueshme dhe jashtë rrezikut për jetën. Pas interesimit të gazetarëve, Arben Taravari deklaroi se në vend janë 72 pacientë, ndërsa jashtë 101. Në këtë tragjedi humbën jetën 59 të rinj. Taravari informoi dhe për shkarkimin nga detyra e drejtorit të spitalit të Kumanovës, Stefan Trajanoski. Shkak sipas tij është humbja e jetës së 32 vjeçarit Vedat Ademi. E lexova raportin që e kishte përgatitur Inspektorati Sanitar Republikan dhe mbasi e lexova menjëherë e shkarkova drejtorin e spitalit të Kumanovës dhe prej sot drejtori i spitalit të përditshëm të Kumanovës është i shkarkuar. Nesër mbas disa konsultimeve që do ta bëjmë me ekipin tim në ministri, besoj se do ta emërojmë drejtorin e ri të spitalit të Kumanovës. Ai tha se prokuroria do të tregojë të gjitha detajet, duke pëhuar se po largohet për të mos e penguar hetimin. Kurse ekipi profesional i mjekëve dhe 5 ekspertëve të mjekësisë do t'i analizojnë të gjitha dokumentet dhe të njëjtat do të dorëzohen në prokurori. Matutje për përgjegjësinë profesionale të mjekëve e kanë për obligim që ta bëjnë organet e hetuesisë dhe gjykatës. Qeveria e Maqedonisë së Veriut merr masa për mbylljen e diskotekave jashtë standardeve teknike. Zëdhënësia e qeverisë Maria Miteva tha se 3 prej tyre nuk i plotësojnë kushtet e nevojshme teknike për të pajisur me licencë dhe për të funksionuar. Zëdhënësia e qeverisë tha se aktualisht janë duke u bërë inspektime dhe në 9 diskotekat e tjera që kanë marrë licencë. Vetëm 12 diskoteka në të gjithë vendin ka leje operimi, u konstatua gjatë kontrollit inspektimit të tregut që bë pas zjarrit në diskotekën Puls të Koçanit, ku humbën jetën 59 persona, kryesisht të moshës 14 dhe 25 vjeç. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryetaria e Kuvendit e Shqipërisë kërkoi që Kosova të pranohet në Këshillin e Evropës. Në konferencën e kryetarëve të parlamenteve të vendeve anëtare, Elisa Speropali kujtoi Këshillit se nuk është i plot në mungesën e shtetit më të ri të Europës, Kosovës. Vështirë të gjendet një shtet tjetër që pas 26 vitesh liri dhe 17 vitesh pavarësi të ketë ndërtuar një demokraci veprante si Kosova. Prandaj, pranimi i Kosovës në Këshillin e Evropës që gëzon mbështetjen e Asamblesë Parlamentare është kërkesa më e rëndësishme e kryetares së Parlamentit të Shqipërisë ndaj kësaj konference. Krahas asaj në emër të Shqipërisë, Spiropali konfirmoi mbështetjen për Ukrainën. Demokracitë në vendet tona nuk mund të lulëzojnë në mënyrë të qëndrueshme ndërkohë që sulmohen liria, sovraniteti dhe integriteti i kombeve. Prandaj, mbështetja jonë e palëkundur për Ukrainën kundër agresionit të Rusisë nuk është vetëm një kontribut për paqen e sigurinë, por edhe për mbrojtjen e vlerave dhe sistemin demokratik në vendet tona. Emisari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen pranon se zbardhja e fatit të personave të zhdukur është prioritet në dialog. Sorensen shkroi në rrjetet sociale pasi vizitoi Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë. Ai tha se zbardhja e fatit të personave të pagjetur është domosdoshmëri humanitare. Kjo është arsye pse personat e zhdukur janë prioritet për mua në dialog, shkroi Sorensen. Në Kosovë vazhdojnë të jenë të pagjetur 1600 persona të zhdukur me dhunë nga forcat serbe gjatë luftës fundit. Dhomat e specializuara të Kosovës e kanë konfirmuar se kanë pranuar një korrespondencë nga Ministria e Drejtësisë për rastin e moslimit të Hashim Thaçit për të marrë pjesë në varrimin e babait të tij. Zyra për mediat e speciales nuk ka dhënë detaje për përmbajtjen e letrës. Konfirmojmë se dhomat e specializuara kanë marrë korrespondencë nga Ministria e Drejtësisë së Kosovës për këtë çështje. Nuk japin detaje mbi korrespondencën tonë nëse nuk bëhet pjesë e një dosje publike, thuhet në përgjigje. Ministria e Drejtësisë e Kosovës, Albulena Haxhiu, kishte paralajmëruar sot i shkruaj kryetares së gjykatës speciale për të lejuar ish presidentin Hashim Thaçin në ceremoninë martore të babait të tij. Shqipëria ka filluar përgatitjet për ngritjen e bazave prodhuese të armatimit në vend. Në një bashkëbisedim me qytetarët në rrjetet sociale, Edi Rama sqaroi se pjesë e industrisë do të jenë si makineritë ashtu dhe armatime dhe dron. Po punojmë dhe po ndërtojmë partneritete për të hedhur bazat e industrie të re ushtarake, sepse kjo është koha e sotme dhe brenda mandatit 4 ne do të kemi bazë prodhuese në Shqipëri. Kemi filluar punën dhe do të kemi një bazë prodhuese në Shqipëri për automjete ushtarake, për armatime, për dron, do ta kemi bazën prodhuese në Shqipëri. Merret ministri i mbrojtjes Piro Vengu në intervistë televizive tha se janë 21 kompani të huaja që kanë shpërur interes për të bashkëpunuar në industrinë e armatimit dhe me 5 prej tyre po negociohet. Ministri i mbrojtjes i Shqipërisë Piro Vengu dha më tepër detaje rreth marrëveshjes së nënshkruar në sektorin e mbrojtjes mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë. Vengu tha se ka pasur përpjekje në zonën kufitare të Kosovës për të krijuar
situata destabilizimi dhe situata që kërcënojnë rendin dhe sigurinë. Sipas tij, ne duhet të jemi shumë të vëmendshëm dhe vigjilent që t'i parandalojmë këtë situata. Vlerësimet tona nga pikpamja e kërcënimeve të sigurisë janë të artikuluara disa herë. Ne kemi vlerësuar që një vend si Kosova, sidomos vitet e fundit, ka qenë ekspozuar ndaj aktiviteteve terroriste, aktiviteteve destabilizuese dhe aktivitete që synojnë përmes ndërprerjes së infrastrukturës saj kritike që të krijojnë situata destabilizimi. I kemi evidentuar këto kërcënime, i kemi evidentuar këto fakte, i kemi dënuar këto fakte edhe në tryezat e NATO-s. Gjithashtu kemi kërkuar që qeveria e Kosovës të rakordojë të gjitha veprimet e saj me KFOR-in, tha Vengu në intervistë televizive. Serbia paralajmëron përfshirjen edhe të Bullgarisë në aleancën ushtarake ndërmjet Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë. Kryeministri serb në largim Miloš Vučević sugjeroi se një veprim i tillë do të përbënte rreziqe të mëtejshme për Serbinë. Ai vuri në dukje se vendet e përfshira, Kroacia, Shqipëria dhe Bullgaria, janë të gjitha fqinjet e Serbisë dhe ai vuri në pikpyetje synimet e vërteta pas kësaj marrëveshjeje të re ushtarake. Sipas tij, aleanca mund të destabilizojë rajonin, veçanërisht me zgjerimin e saj të mundshëm për të përfshirë Bullgarinë. Pjesëtar italian, bulgar dhe maqedonas të batalionit kinetik të komandës rajonale perëndim të misionit të KFOR-it filluan trajnimin e përdorimin e helikopterit në veprimtarinë antitrazira. Përmes tij synohet përmirësimi i procedurave të hipjes dhe uljes nga helikopter, ndërsa personeli mbante pajisje crowd dhe route control. KFOR-i vazhdon të zbatojë mandatin e tij bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s të vitit 1999 për të kontribuar në një mjedis të sigurt për gjithë njerëzit të komunitetit që jetojnë në Kosovë dhe lirinë e lëvizjes në çdo kohë. KFOR-i punon në koordinim të ngushtë me policinë e Kosovës dhe misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë në rolet përkatëse. Si reagues të sigurisë tuhet një njoftimi zyrtar të lëshuar në rrjetin social Facebook. Bota. Bashkimi Evropian duhet përgatitet menjëherë për mundësinë e një konflikti të gjerë me Rusinë. Apeli vjen përmes një dokumenti strategjik të publikuar nga Komisioni Evropian. I njohur si Libri i Bardhë, në të sugjerohet se nëse Rusia arrin qëllimet e saj në Ukrainë, mund të përpiqet të zgjerojë ambicjet e saj territoriale. Viti 2030 është parashikuar si një periudhë potenciale për këtë zhvillim. Sipas Komisionit, shtetet anëtare të Bashkimit Evropian duhet të bashkëpunojnë më ngushtë për të blerë dhe porositur së bashku 40% të materialeve ushtarake të nevojshme për të eliminuar varësitë dhe për të bërë blerje masive të municioneve, raketave dhe dronëve. Gjithashtu, Komisioni ka njoftuar se do të mobilizohen rreth 800 miliard euro për projekte të riarmatimi, duke përfshirë një fond të ri për 150 miliard eurosh, i cili do të përjashtojë përkohësisht disa investime të mbrojtjes nga kufizimet e borxhit dhe deficitit të Bashkimit Evropian. Liderët e Bashkimit Evropian janë zotuar se do të vazhdojnë të mbështesin Ukrainën me armë pavarësisht përpjekjes së Rusisë që të parandalojë dërgimin e armëve të perëndimit në Kiev përmes bisedimeve të vazhdueshme për armëpushim. Bashkimi Evropian beson në qasjen e paqes përmes forcës e cila kërkon që Ukraina të jetë në pozicionin më të fuqishëm të mundshëm dhe kapacitetet e saj ushtarake janë elementet kryesorë. Bashkimi Evropian përjashton kompanitë amerikane nga përfitimet në shpenzimet e mbrojtjes. Unioni synon të ndërtojë një kompleks ushtarako-industrial me synim për të frenuar Rusinë dhe për t'i dhënë fund varësisë nga Amerika. Jashtë planeve për tani ka mbetur edhe Britania e Madhe. Ne duhet të blejmë më shumë europiane, sepse kjo do të thotë forcimi i bazës teknologjike dhe industriale të mbrojtjes europiane, tha presidentja Ursula von der Leyen, duke shpallur programin e përgatitjes 2030. Në një përpjekje për të forcuar lidhjet me aleatët, Brukseli ka përfshirë në programe vende të tilla si Korea e Jugut dhe Japonia, si dhe shoqata europiane e tregtisë së lirë EFTA. Në fund të vitit, Europa mund të shpenzojë deri në 800 miliardë euro për mbrojtjen. Në vitet e fundit, rreth 2/3 e urdhrave të mbrojtjes të Bashkimit Evropian u kanë shkuar kompanive amerikane të mbrojtjes. Moska paralajmëron Varshavën të mos testojë në praktik aftësitë të mbrojtëse të Rusisë dhe Bielorusisë. Reagimi erdhi nga ambasadori rus në Bielorusi Boris Gryzlov. Ai nënvizoi se në një takim në Moskë më 13 mars, presidenti rus Vladimir Putin dhe presidenti bielorus Aleksandr Lukashenko shkëmbyen instrumentet e ratifikimit në lidhje me marrëveshje për garancitë e sigurisë brenda shtetit federal. Ambasadori theksoi se as Rusia dhe as Bielorusia nuk po ndërmarrin apo planifikojnë të ndërmarrin ndonjë veprim ndaj Polonisë, që mund të interpretohet si një kërcënim ushtarak. Zëvendës ministri polak i mbrojtjes Paweł Bejda tha më parë se autoritetet planifikojnë të përdorin mina kundër personit në linjën e fortifikimeve të mbrojtjes mbroja lindore, e cila kalon përgjatë kufirit me Rusinë dhe Bielorusinë.
Presidenti rus paralajmëron marrjen në kontroll të kursut nga ushtria ruse dhe se ushtarët e kapur do trajtohen si terroristë. Sipas ligjit rus, të gjithë ushtarët Ukrainas, veçanërisht mercenarët e huaj të cilët janë në territorin e Rusisë dhe kanë kryer sulme kundër popullatës civile, do të klasifikohen me listë si terroristë. Mizoritë që ata kryen duhet të identifikohen, regjistrohen dhe hetojnë tërësisht, u shpreh presidenti rus. Vladimir Putin urdhëroi organe të ndryshme gjyqësore të hetojnë situatën në territorin rus të pushtuar nga ushtria ukrainase, që nga fillimi i inkursionit të saj në gusht 2024 i kërkoi prokurorisë përfshirë prokurorët ushtarak dhe organet e tjera të kryejnë këtë punë në territoret e çliruara. Tha Vladimir Putin, të mërkurën një gjykatë ruse dënoi 5 ushtarë Ukrainas të kapur në rajonin kufitar me Ukrainën me 15 dhe 17 vjet burg për terrorizëm dhe pengim të evakuimit të civilëve rus nga zonat e luftimit. Ministri i Brendshëm i Serbisë Ivica Dačić konfirmoi për Danas se policia serbe zotëron armë zanore të quajtura topa zanor që nga viti 2021 janë në pronësi të Ministrisë së Punëve të Brendshme, por nuk janë vënë në përdorim, as nuk janë montuar në ndonjë automjet apo sistemin ton, tha Dačić për Danas. Merret Ministria e Punëve të Brendshme në Beograd është përballur me akuza se ka përdorur këto mjete ndaj protestave më 15 mars. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.